حي على الفلاح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا إنك تجعل الحزن شئت سهلا وبعد. Falënderojmë Allahun e madhruar te bareke ve taala dhe bim salavat mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe mbi shokët e tij besnik e të sinqert. Vërtet të sinqert me plot kuptimin e fjalës të sinqert. Po edhe mbi të gjithë ata të cilët ndjekon dhe pasojnë rrugën e tyre deri në ditën e gjykimit. Pastaj lutem Allahun e madhruar më na mësuar atë që nuk e dim, më na kujtua atë që kemi harruar dhe më na bërë për atyre të cilët punojnë me atë që e ka mësuar i madhi Allah Azza wa Jall. Edhe me të jemi në surët Maryam dhe gati se po afrohemi fundit të kësaj sureje të bekuar. Jemi më konkretisht në ajetin 77 deri në ajetin 87 të kësaj sureje të bekuar, të madhe dhe shumë të dobishme, të kësaj sureje me kase të zbritur në Mekë. Thamë më herët, gjithsesi në gjëratën e kaluar, para kaluar, se i madhi Allah te bareke ve taala ceki dyshime të çfarëve të Mekës për çështjen e ringjalljes, se si është mundur të ringjallemi pasi që të shkatërrohemi të bëhemi hi dhe plëhen. Dhe e Allahu ju përgjigj Azza wa Jall me fakte dhe argumente të qarta për ata që kanë men dhe logjikojnë dhe mendojnë. Në vazhdim, i madhi Allah Azza wa Jall e cek një thonje të një qafirit madh të Mekës, prap lidhi me ringjalljen, por në formën shumë nënçmuese dhe fyese për Islamin, për Kur'anin, për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Është fjala për Al-As ibn Wail, As-Suhemi, që shka në hadith Bukhariut edhe të Muslimit,
të Imam Ahmedit dhe të tjerëve. Nuk e cek Allahu me emër këtë qafir këtu, për e cek me hadithe, pejgamberi alayhi salatu wassalam. Gjithsesht, pejgamberi nuk e cek hadith për e cek Khababin hadith, pranari që ka ndodhë të regimin ngjarja. Thonë ndryshe, 4 ajetet e para të këtyre 10 ajeteve që kemi paranesh, kanë të bëjnë me një ngjarje cila i ka ndodhur El Khabab ibn al-Arat me El Wail ibn As, as-Suhmi, muslimanit me qafirin. Khababi thot, isha në gjahiljet farkatar, të cili maran shpata, mbrojat, të hekurit, për luft, edhe pun tjera me hekur, që ka i bojnë, farkatartë. Dhe erdhe që këtë qafiri, El Wail ibn Asi, dhe tha, apo maran mu një shpatë. Dhe e mërova shpatën, por jo me parën dorë, me adhon parët mas andej. Gjatë kësaj periudhe sa kanë qenë parët, sa ka pas parët bërç, këtë qafiri, këti muslimanit, më bëhallal, këtë qafiri, ende këti Khababit halake pa qenë musliman, qafirit. Për gjatë kësaj periudhe, Khababi bëhet musliman. Dhe, kur bëhet musliman, ndërkohë, shkon të bërçlia i vetë dhe e tërket derën, thët parët mi ki bërç për shpatë mi dhanë. Aje kupton që Khababi ka hyrë në islam. Dhe mënyrë nënçmu se i thët nuk t'japi parët kur derisa ti të bëjsh kufër ta mohesh Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, me bë kufër me dalë për dinit. Udhnohet fort Khababi dhe thët, une Muhammedin nuk e mohoj, pra nuk dalë për dinit, për derisa ti të vdesësh dhe të ringjallës sërish, pra kur për jetë nuk dalë. A i tha pësak, këna me vdekë më ringjalla? Tha nëse këna me vdekë dhe më ringjalla, ma si pëthu, pra ti, se ne do të vdesim dhe do të ringjallemi pas vdekjes, atëhere unë do t'jem aj, i cili do të kem pasurit madhe, qysh kam këtu, pasuni e fëmi, dhe atëherë eja dhe mi lyp parat dhe t'japi. T'japi parat kër që kem qatë gjeneti që për përmeni ju muslimant, nëse ka diçka të tillë. E Allahu Azza wa Jall në lidhje me te i zbriti këto ajete kuranore. E fara'ejte alladhi kafara bi ayatina. E pa. Pejgamberi nuk ka qenë aty kur e ka thonë, por e pa, e kuptove që ta thash unë, sa ta që ta thëtë Zoti, është më sigur se sa me pa me sy. E pate i cili kefere bi ajatina, i boni kufër ajeteve tona. Wa qale le utajanna malen wa walada, dhe tha se mu do të mipet pasuria, dhe fëmijë do të kem shumë në heret. Pra i tha Khababit, këtë qafir i madhë. Dhe nuk e lajti borqen. Pra këto ajete kanë zbritur për këtë tregim të Khababit me këtë qafir El Wail ibn El-As ibn Wail. Khababi, atërisht nuk mund të shkojmë të komentet ajeteve pa fol pak, pika shkurta për këtë Khababin që është bërë sebeb dhe shkak, ngjarja e tij dhe kanë zbritur ajete kuranore. Ai i bekuar ka qenë sklav dhe rob prej Nejdit. Nejdi është mesi i ka dyshullit arabik, krahin e madhe në veti. Dhe se djali i ri është marrë sklav, dhe është shitur her atje dhe her atje dhe her atje, derisa ka derë i Zotit të bjen në Mekë. Ate, sikur se shumë të tjerë, se Suhejbin e, se Bilalin e, se shumë të tjerë që i ka pru ka derë i Allahut në Mekë. Dhe në treg
ka pas tregjet që janë shitur sklavt, sikur tregjet që shiten shtazët, lopt. Një grua e pasur në Mekë shkon me bleni skllav. Qyshaj mrete atje Egjipt apo i ministri shkon me bleni skllav dhe blejti Jusufin, i qëlloj më i miri. Edhe kësajna gruje e quajtur me emrin Ummu Anmar, i qëlloj më i miri, dhe e mur Khababin. Dhe pëlqeu këtë djalë shumë. E pyti ka i ardhe kushie të kje tjera, i arapa, i persiana, i romake, i dha i dhona, që i ka, dhe e qejtë një farkatar, kovaç, për me mësu zanatin, e Khababi e mësej shumë shpejt, pas ta ja qeli një dyqan, dhe në shpejtësi, shumë shpejt, o bo shumë i njohur në Mekë, dhe bo farkatari ma i njohur. Dhe gjatë kësaj periudhe, ka ardhë këtë qafiri dhe ka porosit shpatën. Khababi, me të ndëgjuar për pejgamberin alayhi salatu wassalam, pa një pa dy, pa e fol kërkush në këtë dynja. Kërkush pa e fol këtë dynja. Vetëm kur ndëgjej që pejgamberi alayhi salatu wassalam, Muhammed është shpall pejgamber, shkoj e takoj dhe pranoj islamin prej tina. Ndëgjej diçka për Kur'an dhe pranoj islamin. Për atë arsye ka qenë i gjashtë në islam, me radhë. Dhe kanë thënë se ka kalu kohë gjatë dhe ky i gjashtë në islam, e gjashtja hise e islamit, sepse nga pak e kanë pranuar islamin në fillim. Khabab me të pranuar islamin, jo me mshef, i parin ruzullin të kësor që e qetë, e shpall, e publikon dinin e Allahut Azza wa Jall. Shkon shitoren njerë me qelë dhe shen njerëzit bukallallak me prit në rënë me qelë shitoren. Kë ase ka dërë që bepresin ata sepse është i fokusuar në fjalët e ëmbla që i ndëgjoj prej pejgamberit alayhi salatu wassalam. Dhe po e qelë shitoren edhe pa flet vetë me veti, po edhe aty në për flet. E pat, e nit, nuri, drit, po shkelqen, dhe po flet fjalë të tilla. Ata e thënë çka e ka thue? Ai po vazhdon, për përshkruan pejgamberi, për përshkruan alayhi salatu wassalam. Dukur ata i thonë, a mos e ki fjalën për Muhammedin? Tha, po për kënd tjetër kanë? A mos e ke besue? Pa kam besu, qysh se kam besu? Ke dalë prej dinit ton? Pa kam dalë prej dinit ju, e kam pranuar dinin e Allahut Azza wa Jall. Edhe pa një pa dy, ata ka llablak disa veta, pa një pa dy, i gjuhen atina me krejt forcen që kanë dhe e gjakosin, e rejhin dhe e lojnë të alivanosur pa vedije. Dhe mas një kohë atina i kthehet vedia, i vije, trupi për rjedh gjak, o bollëm, por krenarin nuk e humb. Krenarin nuk e humb. Prej këti momentit, i rrok i ka plan anë këthi, Ebu Gjehlin, Ebu Sufjanin, Walidin, Utben, dhe qafira tjerë të mëdhej, i ka plan anë këthi, kur kësë klav, kë rab, që të ata të robi ka qenë shumë i ullët, me paraqit këtë krenari për islam, e ku jenë të tjertë, dhe me thonë ka fillu e rreziku me fut mrena në shoqërinë tonë, më thoi Zavirusi. Tash këtu, pe këtina fillojnë torturat kundër sahabët pejgamberit alayhi salatu wassalam, kundër Amarit, Sumejjes, Jasirit, këtina, dhe kështu me radhë të tjerëve. Është përshkruar në librat historisë, biografisë të këtij bekuari, se nuk kanë lënë metodë pa përdor për me të rjek për dinit Zotit. Por jo, ja. Khababi nuk tërhiqet për dinit Allahut. Pra të arsye Omeri radiallahu anhu në Medinë, njëherë në pushtetin e vetë, kër ka qenë Omeri në kohën e vetë në pushtet, e ngrit naltët urna ullu, se vallahi, asë një prej neve nuk ka hak dhe merit më shumë se sa ti, për pas Bilalit. Për pas Bilalit, pra së Omeri s'ka më shumë merit për këtë vend.
s'ka më rrit. E Khababi thot, tregom diçka çka ke përjetu për hjekave tua. Ai ngushtohet mi tregu. E Omeri ngul kamp dhe ai nuk flet, po veç as shplon shpinën Omerit. Edhe kur shoh Omeri shpinën e tina, sallat shpinën e tina. Në viron, të merr. Ja nisë kanë, e thot, tregon për Zot Zotit, ka të erdhë kjo, çka kanë bërë me ty ata çfarë? Dhe i tregon ai disa tregime. Thot të mërshën çofarët e Mekës, kur ishte mesi ditës zhegu më i madh në pikë të verës, edhe më qitëshin jashtë Mekës. Edhe më shtrajshin, me veshin këmishën e hekrit, që me të kallë krejt hekrin në verë. Edhe më qitëshin me sype i djelit, e ma qitëshin kamën në fytyrë. E më qitëshin ngurët në nëzet hala, e më shkalishin. E më thejshin, a pëkthejesh për i dinit, unë e thejsha, jo dhe jo. Dhe jo vetëm kaq. Por njëherë e tha, tash për gjumë që kanë me të në shpinë, o mërën qatë vapë të madhe, që ashtu, ditë ranë, ditë mas ditëve. Edhe e derdhen do prosh në tokë, se që nuk ju kam mjaftue vapë e madhe, gurë të nëzet, sa është natyra nëzet, tokë nëzet, gurë nëzet, prej djelit madhe. Klime nëzet, por e kanë qitë edhe prosh. Edhe më ledhen mu zhag, e po më ngrehin me shpinë për toke, po më ngrehin zhag në qata prosh. Dhe prushin nuk është shumë, dere sa më shkri vjami mu dhe shymi prushin. E në të rështë qysh kanë me met atina ta një shpina. Mujna me imaginu qysh o doka e shpin, kër e ka pa meri. Dhe jo të më kaqë. Për gruja e zoja e këtina, Umu Anmar, gru katil, e bëll burra din me bot merë, dhe shme bëmu të te gruja me bot merë, pasha zote drejt e pran burrit, se dreqin e ka ma të fort, e u dhu billah. Dhe ajo gruja e mërë misi për me torturu, jo vetë, po me 3, 4, 5, 6 vetë, me vlanë e saj dhe disa tjerë, e kjo farkatar dhe zjarën shqitore. Edhe e urdhën ajo gruja e shejtani, Umu Anmar, me marë zhigin, hekrin, e me nëze, e mjangull Amarit në kry. Mjangull në kry, e mjangull në trup, me kalë për zgjallë. Por, Amarit të regon, kë Khababi të regon, thët, nuk qëtë shaza, e më shërsha, e frenesha vetë vetën, mës me bërtit, i nalë shadhimt, pëse me bërtit, knaqët qafiri. A i qatohën e donë, ata e dojnë, unë e bërtit e me kajt, e me kërku lëmosh, por nuk kam kërku lëmosh për ty në korë, nuk kam kërku mshirë. Qërë krenaria e islamit. Za nuk qëtë shah, a zhigin ma ngullshin, me vapë, me zjarë, të kuqë, në kry, në trup, por za nuk qëtë shah. Kër rast ma kujton mu, një burtonin frikë, vitet e 60-ta, 70-tat, jo 70-tat, 60-tat, 50, 60. Se gjithmonë shoqëria jonë ka pas, ymeti jonë ka pas burrat më dhej. Njemi bindën edhe sot ka kësi burra. Allah mos nas provoft. E nëse nas provon, na forcoft. Ja, Rabbi, e na bëft me t'i kalus provat. Dhe më tregon të mu një pijtina për gjyshin e vetë. A i hoqë gjyshi. I kara komandiri sërbit qëtniko. Në zyret vetë, të s'ka prënue me hjek feregjen. Dhe me dhonë urdhër gruzë dhe muslimanve, hështja grave feregjen. Edhe i thët, u mëra bëks qafiri shka dhe me thëjt dëdhëm të parë. Dhe i përbiva dhe mshela gojen. Mos më mpaj që me thej dhëmt se kesh edhe gëzohet e knaqët. Po. Një tjetër burë që më në këmë zona të vetë, edhe i hoqë, ja shkel një shka djallën e vetë shumë Prishtinë me kamion, edhe thamë thërën policia, haqët të të më ardhë Prishtinë,
Thash, qa ka bo Zot? Edhe pa një pa dy, drejt ata, djalin tënë të ka shkel kerri. A filani djalit po, të ka myt kamioni, kerri të ka shkel, mos të mërzit. Tha, e nala veten, mos më këna që ata ka kajone. Tha, edhe pik loti nuk qita, me rujt krenarin. Me rujt krenarin. Rast e tilla ka shumë, kthehem te Khababi. Por Khababi po I drejtohet Allahut, po thotë o Zot, hak merr ndaj kësaj gruaje, o Zot, hak merr ndaj kësaj gruaje. E Allahu e ndëgjon Khababin dhe ndëgjon doan e çdo të dëmtuare dhe çdo kujt që bëhet zullum këtë dynja. Dhe doni madhi Allah. Hala Khababi, pa u shpërngulur në Mekë, në Medinë, hala në periudhën Mekase, Allahu I përgjigjet edhe I vije dënimi asaj gruaje. I qënë Allahu smuja asaj gruaje, ati katili, edhe e rok kryt. Nuk lojnë djelt e vetë vend pa lypi mjek e pa lypi ilaq, thëj nuk ka. I vetëmi ilaq për ta është me nxe hekrin zhigun e mjangull në kry. Kur t'ja ngullsh në kry, dhimta e madhe kësajna, ja pakon dhimta e kres që I ka. Dhe ja qaj Allahun I smundje, Allah ju ndëroft lehte sikur se qene ajo. Dhe I të mërën të banor të Mekës krejt se lejmë familjen e vetë. Tonë në shpijat që nishën o të mërëshin prej zanit sajna se lejmë familja vetë që ka pasu në shpe. Allahu është I madhë. Allahu është I madhë. Dhe ja pruni Allahu me u dënu për zgjallë që I ka dënu rëp të Allahut. Dere sa vdicja dhe shkoj. Dhe Khababi është përngull në Medinë. Që Khababi është I njëjti që I ka thonë pejgamberit alayhi salatu wassalam në Qabe, afër Qabës në hijet Qabës pejgamberi ulun, ja Rasulullah, ela tad'u lana, ela tastansiru lana. A nuk sikur ta kishë lut Allahun se po hijem shumë ja Rasulullah. Khababi ka pas dirtën dhe shokëve të vet. Po pejgamberi ka pas dirtën e shokëve të vet. Pejgamberi shehte me sy Khababin ka po hjek, sikur se atje marrin, sikur se Jasirin e Sumejën, çka ka mi bë pejgamberi alayhi salatu wassalam. Për pas mi dhon nga rreth dhe sabër, bëni sabër dhe më lut për ta. E këtu I tha Khababit, ja Khabab, e tregon atë hadith që mendoj se të gjithë e din apo pjesa dërmuese, ka qenë para jush ka pas njerëz të cilët janë marrur edhe janë futur në grup, është qelur një grup që mës me ik, edhe është futur sharre, është vendosur mes të kresë, edhe është prej në gjys, është ndonë dy pjesë, por nuk është kthy nga dini Allahut. Ja, më prej pe dini me dal, ja. Dhe njerëzve kanë hek mishin me krahnat hekrit, por nga dini Allahut nuk janë dal, edhe juve Allahu këtë din ka me plotësue, lakin e kum kamën të stagjilun, por ju një popull që po nguteni. Khababi është përngull në Medinë, alayhi salatu wassalam, dhe pejgamberi e dënë të shumë dhe ndërën të shumë dhe kush nuk e dënë të Khababin. Jetë në kohën e Abu Bekrit, në kohën e Omerit, në kohën e Osmanit, në kohën e Aliut, dhe tënë në luftat morri pjesë dhe vdiq në Kufe ai I bekuar, diku në vitin 37, në kohën e Aliut, radhiyallahu anhu. Shkoj të Zoti, I dha Zoti shumë pasuri. Dhe në smundjet vdekjes, hynën dë shok me pa, edhe për livdrojnë me dha nga erete më së mërzit, je kanë burre, je kanë këtë, që shë kanë ti me pejgamberin, hajte, kjo janë nisi me kajt. I thanë që për kanë? Thanë nuk për kaj, që për kam dërë që për des, as nuk për kaj përdhim të mija që I kam, për këtu së për kam dërë, por për kaj, për kujtej muslimën të parë, por dhe vetën bashkë me ta, kemi qenë të fort në din, por s'kem pas kur gjë prej dënjas. Për kujtej Hamzën, ka qenë me mirë se sa onë, ja pru në Zotë vdiq, nuk mur për dënjas, as qefi nuk ishë me pështjel Hamzën, për pas të qatë gjibën që ja dalë me të në luft. Ndërsa neve në dha Zotë pasuni, këti ka dhanë Allahu pasuni, Khababit. Wallahi ju njerës, për tha që ati grupi që më shku me pa, wallahi ju njerës, ju dëshme juve se, qëra pëshenetën s'kaj në shpitem, qatë qësh, jenë 70.000 dinar. Në jetën tem,
kur lidhë si kam, as kur derëm shjelë se kam, as kur thonë kujna nuk i kam mësmerë. Pa hajde njëz mërë në sa të dani, kujna të vinë para, hajde mërë në, ka që zoti balë, sa në s'pon vinë mu. Mërë në e njerë, qatë kine nevoj mërë në e njerës. E po tut në shumë, se është të pare që më kanë metë, që i thëmë zoti kur dalë nesër në ditën e gjikimit. Hamza nuk patë qefin, e unë e kam qefinin të emë këto, a i kishtë pregadit qefinin e vetë më heret, dhe kishtë lanë gati, me këtë qefin më mështil, e më mështijen dhe, radiallahu anhu wa ardahu. Ndërsa kë El As ibn Wail, kë qafiri i madh, ishte për atyre që o talëshin shumë me pejgamber dhe me muslimant. E Allahu për përshkruan edhe pak historinë e këtij qafiri, që Zoti ja prunë dhe vdes edhe shumë keq, i torturoi muslimant shumë, o tallë musliman shumë, por Allahu është i madh te bareke o taala. Kthejmë të ajetet, se kemë bëjë gjatë, thëtë Allahu, e fara'ejtë ledhi kefere bi ajatina, e pa Muhammed atë që boni kufër ajetet koranore. Pra, El As ibn Wail, pëse nuk e cekë Allah me amen, sepse nuk ka më rëndësi emri, më rëndësi është vepra, më rëndësi është gjesti, më rëndësi e në fjallet. E fjallet e këti qafiri dhe këti armikut Allahut, mund të ndodhen edhe sët, pra dhe sot ka njerëz që bëjnë kufër me dinin Allahut azza wa jall, dhe thëjnë gjenetina, nëse ka gjenet, unë kam me hi para teje. E njëjtë kjo punë. Nëse ti po pretendon që po i thën kamt, të ra, të qu, e të najtë pa hangër e papi, ki me shku në gjenet, në qatë gjenet të shkën ti, ka me shku në para teje. Është e njëjta, ndryshën koha edhe personat, por njëjtat fjalë janë, njëjtat bindje janë, andaj jetët koranore u përputhen njerëzve që janë të njëjtat në të njëjtat kategori. Pra këto ajete koranore përputhen shumë njerëzve në kohën e sodit dhe do të vazhdojnë që përputhen aty në çavin mas tyne sa tallën me Kur'anin në këtë formë që është tallur ky i mallkuar. Wa qala la utayanna malan wa walada. Dhe nëse është si po thuti se kemi me ungjall dhe kemi me dal para Zotit dhe kemi hin xhenet, unë kam me hi para ju në xhenet, edhe kam pas pasuni edhe fëmijë dhe atje të apitaloj borxhin në këtë dynja mos u lodh. Qysh e kemi fol më herët atje, po që kemi thonë më herët në suratul Kahf atje, që shka thonë ata dy qafira që kemi thonë, ai qafir dhe muslimani, që kemi thonë se thuhet se kanë qenë të afërt, e thuhen veç kanë qenë këshi apo shok, një i pasur shumë, e tjetri i varfër shumë, por ai pasur i shumë qafir, e ky i varfër i shumë muslimani devotshëm, e tash ai qafiri pe thot ti muslimanit ulein raditu ila rabbi la ajidana khayran minha munqalaba, nëse kthehem te Zoti unë prap kam më mirë se ti në botën tjetër. Qysh je më mirë se ti në këtë dynja, ti s'ki kur gjë para dere, në dorë tonë s'ki kur gjë, je fukara, je i shkret, unë në këtë dynja kam pasuri, kam fëmijë, kam nipa, kam tanat e kam pozit, edhe atje kam e pas më shumë se ti. Sepse njerëzit me mend djet cekt e marrin për peshoj, me peshua vetën e vetë, të mirat e kësaj dynjaje. Kanari i tyne që shtu matë, kanari i numërit matë njerëzve matë si mbas mirave të dynjas. Psa e ka pozit këtë dynja, me ndonë që ka me pas pozit edhe në heret. Pse në këtë dynja e qelin derën të tanë dhe thëjnë urna, pse s'kan qare se ka pozit, a i me ndonë që edhe në heret kretë dyrë të qelin e ka dhejtë, hënë gjenet. Pse ka në këtë dynja pasuri dhe ka autoritet dhe ka familje, ka lablak i tjerë, a i mendon se qashtu dhe tjetë edhe në heret. Peshoja ti në ashtu. Dhe të kundërten, si mbasti ata që jenë fukara, dhe ata që jenë shkret, dhe ata që jenë rëbe sklav, si khababe dhe të tjerë këto, ata edhe në heret kanë menë qenë të mirë. Kjo është peshoja tyne, por është dalash, pa pikë dyshimi. Attala al ghaibe. Ky po pretendon se kanë në botën tjetër do të kemë të mira sikur këtë dynja. Attala al ghaib. Allah po qysh po e dinaj? Me çfarë arsye, me çfarë dëshmie po pretendon një gjatë të tillë? Attala al ghaib. Amos e ka arrit me çfletue fletoren e msheft sekreteve të Allahut dhe më patë se unë filani jam prej xhenetlive dhe këmë taku me familjen tem dhe këmë pas pasionitje, më se pa dikun atje në sekretin e Zotit shënuar nga ghaib. Attala al ghaib. Am ittakhadha inda ar-Rahmani ahda, apo mos Allahu ja ka dhënë besën? Ja, nëse ka dhënë Zoti besën, Allahu besën nuk e thën, se besa është mes dy vetëve. Besa mes dy vetëve. Ose është mes njërit dhe njërit, dhe
200, 500 milje në ku diun, ose është mes njeriu dhe mes Zotit. Ose mes Zotit dhe mes njeriu. Pa dhe Allah ka dhënë njeriu të besën, nëse vdes me la ilaha illallah, ki me hin xhenet. Kjo besë e Zotit ta ka dhënë besën Allahu ty. E ti çka ka dhënë Zotit besën? Ose çka ka dhënë njeriu të besën? E njeriu kur jap njeriu të besën, ka mundësi me thy. A nëse Allahu ta jap ty besën, a më të khadha inda Rahmani ahda, apo mos ka marrë prej Zotit do një premtim, ose ka marrë besën pe Allahut, Allahu nuk e thën premtimin e vet. E njeriu mund ta thej, sepse njeriu është shqenje e cila i paraqitet ndryshimeve të ndryshme gjatë asaj kohë sa do të marrë premtimin dhe ka mundësi e sheh që do të më thy premtimin, ka ndërimponohet me thy premtimin dhe e thën, nuk ka të sigurt 100% që njeriu man premtimin, ndërsa Allah 100% e man premtimin te bareke ve taala. Pra, njeriu nëpërmjet këtyre dy elemente mund ta sigurojë xhenetin, të jetë i bindur që në xhenet. Ose e ke pati dikon që është e shënuar, atje se filan është pe xhenetlive. Ose ta ka dhënë Zoti besën. A kina njanën? Ja si ka mas njanën. E pse po pretendon pra që ka me shku në xhenet? Pse pretendon që do të kem pasuni dhe fëmijë në xhenet? Do të bashkohem me të mirat e mia që kam në xhenet? Pse pretendon? Në çka po bazohesh? Pra kjo është ajo shkurtpamësia e qëfarve. Shkurtpamësia njerëzve vërtet shkurtpamës, të cilët ja futin këtë me sy mshel, mja bë veti qefin, edhe këtë kanë prej shejtanit të mallkuar. Kella, kursesi, as se ka patur sheften, as ka marrë premtim prej Allahut, e as nuk ka me hyrë në xhenet kursesi. Kella, kursesi. Se ne këtu bëma e kul, kemi mja shënu atë qa pëthët. Kemi mja shënu ne, me laqët e mija kanë me shënu, kiramën katibin. Me laqët kanë me shënu, edhe me fjallë edhe me gjeste me vepër kanë me shënu. Kanë me shënu atë qa pëthët. Edhe mja paraqit nesër në ditë kiametit. Edhe me i thonë, iqra kitabek, kefa bi nefsike ljo me alejke hasiba, orë me lezo librin tëndë. E pse me lezo librin? Sa se ka majtë Zotin mena? Pa tjetër, por me qenë dëshmi pas dëshmije. Kër e mërë e librën e vetë, në njajshë me kohën e sotit që kemi arritë ne fjalla njerëzit, e mërë dikush ta inqizan, apo inqizan vetë. Fjallët, veprat, sjelljet, edhe zanën, edhe levizet ka i bënë. Me ta tërgu mas 50 viteve nëse ki ymer dhe jetë në pleqni, a mundesh me më hu? Së mundesh me më hu. Mirë keq, kime thonë po, kjo është fotografia ime, lëvizjet e mia, vepra jam, fjala jam, sjelljet e mia, zane jam. E nëse njeriu më në bëni gjatë të tillë, për me rujt, me paraqitë mas një kohë, po Allahu i madhërum. Po Allahu i madhërum. Andaj sikurse ky libër që na paraqitet ditën e kiametit, i ka me ka krejt. Me ka krejt. Dhe njeriu t'i kujtohet tamam. Qysh për kujtohet kur e sheh kamera, për ndëgjon zana, për diçka, edhe sheh vetveten apo ndëgjon vetveten, i kujtohet dhe nuk dyshon. Qashtu do t'i kujtohet kur del para Allahut dhe ta lexon librin e vet. Çka ka thonë e çka ka vepruar. Iqra kitabek, lezo librin tënd. Librin tënd e veprave tua. Kefa bi nefsike al-yawma alayka hasiba. Të mjafton ti me llogarit vetveten tonë sot. Pra mos me të llogarit Zoti fare, ti ki me pa vet, ki me pa ti ka dohet me jamajt, ka dohet me të quty, ka meriton. Se ne këtu bëma e kul, keme shënuar që ka pa thët. Wa në muddu lehu me në l'adhabi me da, dhe kemi mja zgjatë dhe kemi mja vështërsu dënimin ati qafiri. Pa. Wa në rëthuhu ma e kulu e etina ferda, jo që ka me shkuaj me fëmijë dhe në familje, por na këne mja të rashiguaj. Edhe pasurinë, edhe familjen dhe ka me shku veton, ka me dalë për Allah në ditë kiametit. Veton. Kënë në një farë mënyre, është edhe shenjë, se atina edhe djemt Allahu ka me ja marë, ka me janë zirë prej shirkut me ja qitë një islam. Dhe subhanallah, djali këtina është Amr ibn Asi. Amr ibn As, prej sahabëve më të mëdhej, pejgamberit alayhi salatu wassalam, janë zirë Zoti prej shirkut, djalin. Janë zirë Allah djalin tjetër Hishamin, edhe i ra shahid.
dhe me të pa djel. Pa djel se djelt nuk e dojnë me babë tash. Djelt nuk dojnë edhe nuk dojnë me kanë me babë në ahiret. Baba qafir i madh, armik i madh i Islamit, djelt e vet argat fort të Islamit, la ilaha illallah. Dhe jo vetëm kaq, por këti apruni Allahu azza wa jall dhe vdiq i shtyr mosh dikun 85 vjet. Po derin që atë kohë nuk o nalte duke u talë me pejgamberin e me sahabët e me Koran. Allahu la me jetu gjatë me ngarku shumë e me dënu rënd në ditën e kiametit. O nësë prej mjekës për me shku në Taif me mushk ose me gomar. Dhe rrugës të shku o helmu me diqka. E thuhet se shkelin therë, thuhet se hanër diqka e, dhe jo ai kama, sa që kanë thonë ju bo kama sa krytë devës. Jo ai kama ju bo adalet e madhe. E dënej Allahu. Dhe vdiq. E djelt Allahu, ja o dhe zëja bo një muslimon. E Allah për ditën e kiametit, këmë në ardhur, vetën këmë në ardhur. Thëtë Allahu në vazhdim, o të khadhu min dunillahi aliheten li yakunu lahum izza. Në vazhdim i madhi Allah cek gjendjen e Mekasve në përgjithësi, e ajetet janë Mekase dhe kësurja është e Mekes, britën e Meke, gjendjen e qëfarëve të Mekes në raporte me idhuj dhe statujat e tyre të cilat i kishin marrur me qëllim me u krënue dhe me qenë të fort kur dalën para Zotit në ditën e kiametit. Kështu kishte luj dreqi me ta. E Allahu pa thot, وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُ لَهُمْ عِزًّا. Dhe ata marrën pas Allahut zot atjer, idhuj statuja, në mënyrë që me qenë më të fort me te me u krënu me ta, kur dalin ditën e kiametit, me ndihmu ata, me bëj shefat ata, te Allahu i madhruar ditën e kiametit. E Allahu pa thot, kella, asese, nuk do të arrin të bëjnë një gjatë të tillë, do më thonë nuk do të kenë krenari për i tyne, dhe nuk do të kenë ndihmë për i tyne. Kella se yakfuruna bi ibadetihim wa yakununa alejhim dhidda. Nuk do të ndihmon njani tjetërit kër dalin para Zotit, ta që fartë Mekes, idhujt e tyne statuet, nuk do të ndihmojnë tyne, por do t'jen armiq të njëri tjetërit. Shka thonë Allah i madhruar dhe më heret, idh të berë ledhine të biu, minë ledhine të bëu, wa rawu l'adhabe, wa të qatat bihum l'esbab. Në ditën e kiametit, i madhi Allah azza wa jall i bën me fol, i personifikon, i bën me fol edhe gurt, edhe drut, edhe çdo gjë që është adhuruar përpas Allahut të madhrum. Dhe ata thojnë, Zot, ne nuk kemi kërku prej tyne me na adhuru, por këta neve na kanë adhuru. Pra ata idh të bërë ledhine të biu, minë ledhine të bëu. Ata që janë pasuar në klapa idhë statujat e në Meke, e dikun me Laçet, dikun Isa, dikun Uzerit, dikun Meriemja, dikun Ajt, dikun kështu, krejt këta ikin, edhe distancohen, thojnë, Zot, ne nuk i kemi thonë këtyne me na adhuru, ikni, por këta neve na kanë adhurue, pa lejen ton, pa kërkesën ton, pa dëshirën ton. Po edhe këta të njëjtën anë, mundohen me mohu adhurimin e tyre nda idhëve, statujave dhe idoleve, sepse është dita ku dalin në shesh. Pra sikur se pa na shkalojnë atë adhurim që e kanë pasur, kanë qenë këtë dynja. Këta i mohojnë ata dhe ata i mohojnë këta, se cilë mënot me mohun njëri tjetrin. O e kunun alejhim dhidda dhe jenë kundërshtar njëri me tjetrin. Në këtë dynja e kanë dhënë jetën për ju dhe statuj. Në botën tjetër janë kundërshtar njëri me tjetrin. Këto janë ligjet e Zotit në botën tjetër. Alam tara anna arsalna shayatina lil kafirin ta'uzzuhum azza. E tash Allah i madhruar tregon se në raportet e tyne me shejtant. Në më herët raportet e tyne me idhë statujat ditën e kiametit, tash raportet e tyne me shejtant. Allahu pa thot për këtë dynja. A nuk i shef? Anna arsalna shayatina lil kafirin ta'uzzuhum azza. A nuk i shef se si ne i dërguam, pra nuk e kuptan, se si ne i dërguam shejtant që farve të uzzum ezza me marrën me shkun mrena këtu, me i shkun.
Me shku në fjale me i bo për vete shejtan, me i bo për vete tamam, shejtan me i bo për vete qëfar, edhe me lujt me ta qysh dojnë. Mirë bie fjale, bie pyetja, e pse shejtant me lujt me qëfar? Kurse shejtant janë të kënaqur me kufrën e qëfarëve? Pse më marrë shejtani me qafir? Për më musliman po pse me qafir më marraj? Allah po thot, ne i kemi dërguar shejtan në qafirave, i kemi dërguar, na ka dërguar dhe neve, çdo njeri ka shejtan. Por fjala nuk kemi ndërhyje mes shejtanëve dhe mes njerëzve. Se me pas ndërhyje Allahu mes shejtanëve dhe mes tyne, që shka ndërhyje tek ne muslimant, dhe nuk i lën shejtant me lujt me neve, që lujt me qëfar. Nuk i lën. Shejtan 24 orë mënohen me na qit neve pej dinit Allahu te bareke wa taala, por nuk arrin. Nuk mujnë. E mes tyne dhe mes qëfarve i ka lanë Allah, për atë arsye i kanë bo për veti dhe lujnë me ta. Pra, pse Allah me lanë shejtant e me lujt me njerëz, me qëfar, Allah halem njeriu si njeri, çdo njeri këtë dynja, me natyrën e vetë që është krijuar, është njeri fetar, është krijes fetare, e dën fen dhe anon kafeja. E dën fen, njeriu është fetar. Njeriu është krijes e cila e dën fen dhe kërkon shpirti i tij, natyra e tij kërkon një fe. Pra, gjatë jetës së vet, me bë me ardh ndonjë dëshmi e fortë me prek pak tak, e ka mundësi e kap hakun, e përçafon, e drejtë që nuk e dën. Pra të arsye dë me i najt gjithmonë karshi, me i najt ngat, dhe mja jeshu punë të këqia, dhe mja iritu dhe vështërsu punë të mira, në mënyrë që ai mës me dasht hakun, dhe subhanallah, ju flet për hak, i mshelin vesht, i mbyllin vesht, i mshelin syt, nuk dojnë me ni, ja veritojnë shejtant. Ja veritojnë, dhe vërtetane, nëse keni, tonë kemi dikën, Allahu na falt, e kemi dikën që qafir, armik i Zotit, e një fu me shofu me kem të afer me tjere tjere. Me lanë me fol me te, për punë të dynjas, knaqesh me te. Thuj i moral shumë, i ndërgjet shumë, i vyj shumë, i urt, e tjere tjere. Me bo me hi me fol në punë dinit, e shef se komplet gjendja e mbranshme ti në ndryshon. Nuk është në gjendje me të ngu, tensionohet, irritohet, nuk mund rënë vend, kur gjë më sut me bo, qëhet edhe hecë. Nuk e lënë shejtani me të ngu let. Nuk e lënë të me të dëgju, sepse a je din që këme bo me të ndëgju, ka mundësi e pranon hakun e vajhale për shejtanin. Pra shejtani mallkuar nuk i don qëfart me ardhë deri te haku, për ndryshe nuk e ka dert ata pse anë për një vepër, sepse është i kënaqur me ta parim, por ka frikë për ta se mos pa kaloj në islam. Së do që tjetë i ka budreqi për veti, thuaj kaq edhe mos e zgjat më. Pra thot Allahu azza wa jall, alam tara anna arsalna ash-shayatin lil kafirin ta'uzzuhum azza. I kemi dërguar të qëfart shejtan dhe i kanë shkullur mrena kështu. Po mirë të muslimant. Po edhe të muslimant. Edhe të muslimant. Vetëm se muslimant të këmu i bojnë për vete, që ka thonë Allahu, inë ibadi lese e leka alehim sultanën. Iblisi ti për rëbë të mi, nuk mundesh me pas për shtetë. Së mundesh me ndërhi mrena. Në raport e mes ti dhe mes me e së mundesh. Nuk mundesh me nalë në iman, nuk mundesh me nalë në besim, nuk mundesh, se Allah nuk e lën iblisin dhe shejtan të tjerë me na pengu neve në iman, edhe me na nda mes në imanit ton dhe mes Allahut azza wa jall. Jo, nuk e lën i madhi Allah. Pra të arsye shejtani tanë në rën metodën, edhe mundohet në forma të ndryshme, me vese, me ngacmime, me cytje, me spelan namaz, me u falë, mja vështërsu namazin, mja vështërsu punë të mira, mja heshu punë të këqia, dhe kështu më radhë. E Allah pastaj ka thana që te bareke o ta'ala, o ima nëzëgane kemi në shejtanë nëzgun, festa'idh billah, dhe kur të prek, tak shejtanë e vrejsh ka prek, thuja udhu billahi min e shejtanë rajim, edhe namaz nëse je, edhe Koran nëse je të lezu, e shef se prek shejtani, nalo, edhe namaz, e jash namazit, e thuj, a'udhu billahi min e shejtanë rajim.
Sepse ai insiston me të bë për veti, me të habit, me të mashtru, me të irritu që atë punë të madhe dhe të mirë. Për të është një interes. Nëse s'mund qëtë për kufrit, për dinit kufr, për islamit kufr, bile me të cyti me ngacmime. Dhe kje i bije, si kurse hajnat, e sot dënja e mush me hajna. Allahu na ruaj për tyne. Që pasha zotin në pas shariat islam, në kishin vije dhe ata kor për jetë, vesh një 5-6 dur me i virë që të në Prishtinë, e mi fryjera në ta në këta në kapak, milan virë që të një 4-5 dur, dhe me shenu dora e filanit kja, edhe dora e filanit, edhe këtë dora e filanit, me ish letër të madhe aty. Këtu janë 7 dur, 7 qytetet madhe Kosovës kanë janë. Këqërët tane, po të vjedhin ma ja. Po pashat madhe në Allah, ndashtë thojnë filani ekstrem, ndashtë më shtë thojnë, ndashtë thojnë islami ra ndashtë i lehtë, islami ka ardhë prej synimeve, bazamente të ti, edhe me rujtë pasurinë e njerëzve. E nëse pasuria e njerëzve nuk ruhet me bindje, nuk ruhet me sinceritet dhe veçmëri, ruhet me forcë. Sepse për hir të një pjesë të vogël të njerëzve le të jenë 0.01%, që janë të smutën shpirt, me rrezikun e pasurin e 2 milion njerëzve, edhe se cili me flajt me klashikove në dorë. E jo, pasha Zot, jo, ma mire 0.01%, me metë pa dore pa kam, e 2 milion të tjerë, me qenë qetë edhe mos me pas nevojë me mbyll dyra zyrtara shpinë kur, se sa ata me manipulu me këta, e jo. Ja, Islami nuk mbjell frikë dhe ankth, por mbjell siguri, edhe i kërkon dhe i gjen metodat për me qenë shoqëria sigur dhe qetë. Si do që tjetë? Pra, cytit e shejtanit tek njerëzit, këtë po du më nalë pak se na vynë, sepse shumë njerëzit pa ankohen për këtë qështje, janë sikur se hajni në raportina me vjedhi, me hajni. Hajni, pse nuk shkon të shtëpia e presht me vjedh kur gjë? Dhe s'ka sena të burë. Pra të qafirë nuk ka shumë punë se i preshtaj. Por hajni shkon të shtëpia e mirë. Thë qëto kam bëllë që me marë. Pra shkon të muslimani që është i mirë. Shkon të shtëpia e mirë hajni me vjedh. Por pronari shtëpisë si qelë, se di që ka hajna plot. Edhe i del, edhe njek, edhe ik. Por hajni thot, pa nashta herën e dytë mërë së më sheh. Kujtën që me një heri ka në tja këthejnë edhe një herë. Pa i prapa si qelë, e 2 herë përpichet, e 3 herë, e 5 herë, dikur thot të burë, nuk ka këtë shansë me vjedhë këto, shka të një shtëpi tjetër. Edhe shejtani mallkuar, vjen të një herë dhe të bënd cyti diqka, të thua, udhu billahi mine shejtanë rajim, a i largohet, pa i djetë i mallkuar, thot hajse i vja petone, nashta këmendën që nuk kthehna mo, dhe të kthehet apet, të apet thua udhu billahi mine shejtanë rajim, dhe të kthehet apet, të apet thua udhu billahi mine shejtanë rajim, ose amentu billah, që është në hadith transmetim tjetër, nëse gjenë diqka që të thot shejtani me cytje, që ka në hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shejtani thot kush ka kriju ty, ti thu Zoti, po tokë edhe qiellin Zoti. Këtë gjithësi Zoti po Zoti kush ka kriju. Thot kur të gjeni këta, që ju vjen mendje, thuj amen tu billah, kam besuar Allah, pse cytje shejtanit. Dhe ai ik. Kur 2 herë, 3 herë, 5 herë, 10 herë, një javë, një muj, mundohet, nuk gjeni vrima me dëpërtu të ti, sepse ke marrë tana masat preventive, a e largohet edhe shkan, aty t'je këtë cytja. Mirë pot me pas parasysh edhe diçka tjetër, saj nëse dorëzohet në qëtë formë, qëtë metodë, përdor metoda tjera, sepse hilet e tina në shumëta, ta në vjen forma tjera. Përpiqet në çfarë forme të heshu haramete, me të heshu e epshete, ku di të zbukurohe, me të ngacmua, me të nxite, të forma të ndryshme, Allah na ruaj prej tina, ja rabele. Së do të tjetë, Allah i madhruar për na thot pra, se ne i kemi lan, me fjalë tjera, dur shlirë. Nuk i pengojna shejtant me ndikute që farë, a i pengojmë shejtant me ndikute musliman, e tani në veçanti edhe kur muslimani kërkan me mbroj për Allahut, me mbroj për shejtanit, ik shejtani mallkuar krejt. Fela ta'jal alejhim. Pra shejtan të kanë bëta me kas për vete, me kanë bëta shumë tjerë, la ilaha illallah. Fela ta'jal alejhim,
mos ngot jo Muhammed ndaj tyne. Sahih që farët e Mekës e kanë tepruar, nuk kanë lënë metodë pa përdorur kundër muslimanëve. Por ti o Muhammed mos u lut kundër tyne, bën sabër ndaj tyne. Sallallahu alaihi wasallam. Fala tajal alehim inma na'uddu lahum adda. Ne kemi të pundor, ne ja vështym atyne. Trak, i shtym, hajte mos ki dert, neve na i lën. Na i lën neve. Ose i lojna më plak, e më lodh, ku ja gërditëm jetën atina. Heq të mëse në gotë. Asë mësë me arakas për atë punë, na i kemë kontrol ata. Ose, Allah i ka përptu pejgamberit, se ka marrë koha kur këta të tanë, e kemi të sekë edhe më herët, ka marrë koha ku Allahu ka mja knaqë shpirtin e sytë pejgamberit në fitore të islamit, e që është sinjali Bedrit. Ti mësë në gotë këta, se këta, ose një pjesë e tyne kanë me pranu islamin, ose lost e tyne, ose këta pëtëqare kanë me u dërzu, sepse kjo Mekë dhe kjo shirk që jo këto në Mekë, kjo ka më shkull. Dhe vend ti ka marrë dhe islami, ose këta kanë me thi qafën në Bedr atje, më s'ki derti, vjen koha shumë shpejt Bedrit, edhe herdh, ose i lojmë këtë na për ahiret, kur ti marrëm ne të shtina ndorë atje, i në rritë shumë na. Pra një farë mënyre, edhe për thot pejgamberit mos e lut, po kuptohet tërthora ze prap, se me bëmë lut pejgamberi, Allah i përgjigjet. Te bareke o taala, më kon lut pejgamberin, ndaj që farëve të Mekës, Allah i kishte shkatërruar, por nuk e lut. Në anën tjetër, është edhe përgëzim, stimulojmë pejgamberin se ne nuk do të rrim duar kryq, ne do t'ju ndihmojmë juve musliman, jenë musliman në gjendje të randë, ne do t'ju ngadhjem, do t'ju ndihmojmë, do t'fitani, por dohet ju me bo sabër. E këtë sabër pejgamberi kishte vetë alayhi salatu wassalam, dhe u ambill të shokëve tij sikur se Hababa që ceka më herët, që tha bëni sabër, se Daveti don sabër, edhe angazhim natyrisht, e Allahu te bareke ve taala ka me plotësue dinin e tina. Yawma nahshuru al-muttaqina ila ar-rahmani wafda. Në vazhdim Allah i madhruar në atë se si do të rinjall njerëzit në ditën e kiametit në dy grupe. Amen të billah, kem besu Allah. Atë ditë kur do të rinjallëm të dëvëtshëm, ila Rahmani vefta, grupe, ju në kam, për hypën. Ka thonë Aliu radiallahu anhu, o ju njerëz, kur dalin musliman prej vorreve, në botën tjetër, si të ngjallën prej vorreve, i presin për para deve, mjet transportues, deve, të marrë ora pej gjenetit, shalën e tyne kam prej arit, edhe hipni ju në to, dhe hesni me to. Nëse ti dën hec, nëse pak e prejka e ka kra dhe flitoran, të shdu shte, më lodhë nuk keni ju musliman. Keni me shku se zëtni, deri në gjenet se zëtni. Shumë gjurëm sahabë ka ndonë lidhe me këte, të që ka jetë koranor. Por të që fartë, wa nësuku l-mëgjrimin ila gjehenneme wirda, ndërsa për balë sajna, Allahu në ruaj, për balë këtyne muslimanëve, ndërsa të që fartë i shtyjnë për para i grahëm. I grahëm. Sikur se njeriu kush e kanë qaban, ose atë filmat ka u bëj, i ka 500 lëp, e me kam gji grahë, fa, ja hina sajna, fa për sajna, edhe hecin lëp, të hecin kuaj të hecin. Njërë në nqmuse. Që mëgjrimin, o fjala kriminal, për që unë Allahu të bareke wa ta'ala, wa nësuku l-mëgjrimin dhe i grahëm, kriminalve, ila gjehenneme wirda, i qëjmë një gjehnem, wirda, është sikur se devet e delet e lëp të bollicat e tjerë, kur i qënë të këroni me pi uj, po jenë lodhë, jenë tha të për uj. Jenë tha, qashtu lodhen, u qtohen, i ka plën etje madhe, urije madhe, plus stresi i madhe, plus për din ku kanë me shku këta qëfarë, krejtu, tortura, bashkojnë atyre dhe i grajnë, me kam gji me lachet, dhe i ngrenë zhagë, dhe i qënë në gjehnem. Allahu në ruajt ja Rabbil Alamin. La yamlikuna ash-shafa'ata illa man ittakhadha 'inda ar-Rahmani ahda. Dhe ata kanë menduar se me idhë dhe statujat e tyre do të kenë shefat për atë arsye Zotit dhe i kanë adhuruar. Për me pas shefat prej tyne para Allahu, po thot jo. Nuk ka kush me dhanë kujna shefat. Nuk ka kush me ndërmjetësue për askend.
Përpas ai që e ka marrë të Zoti ahda, besën që ka marrë të Allahu. E besën të Allahu e ka marrë ai cili thot la ilahe illallah Muhammedur Rasulullah. Ai cili ka besuar Allahun e madhruar dhe ka besuar pejgamberin e bekuar sallallahu alaihi wasallam dhe ka punue me të që ka thonë Kur'ani dhe që ka thonë Suneti, ai e ka besën në emrin e Allahut se do të ketë shefat për vllaun, e për mikun, e për jaranin, edhe për ta me bë shefat, po edhe për ty në pret nëse nevojën bë shefat me emret madhët Allah te bareke ve teala, ndërsa shefat me zveti nuk kanë shefat, nuk kanë ndërmjetësim njëri me tjetrin. Allahu na forcoft imanin sa të jemi në këtë dynja ya Rabbel Alamin, e na bë për atyre të cilët janë të fortë dhe të stabil dhe të qëndrueshëm, pa lohatshëm dinin e Allahut të madhruar. Allahu na mundsoft jetojna me Kur'an dhe të vdesim me Kur'an dhe të ringjallem me Kur'an, e takohemi Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam dhe me ata sahabë dhe burra të mëdhej. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin, walhamdulillahi rabbil alamin, wallahu ta'ala alam, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Realizoi studio produksioni Krenaria në Prishtinë. Allahu akbar fawqa